Kosova ka hyrë zyrtarisht këtë të njëjte në periudhën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të datës 7 qershor. Subjektet politike kanë mobilizuar strukturat e tyre dhe mbështetësit për nisjen e fushatës elektorale. Fushata e cila do të nisë këtë 28 maj do të përmbyllet më datën 7 qershor në orën 6:59 dhe pritet të shoqërohet me tubime masive, premtime politike, si dhe përplasje të forta mes partive kryesore, të cilat synojnë drejtimin e vendit. Partia Social-Demokrate e Kosovës i parapriu nisje zyrtare të garës me një aktivitet simbolik të zhvilluar pranë kuvendit të Kosovës. Gjatë aktivitetit u dogjën kartë monedha, një akt që drejtuesit e Partisë Social-Demokrate e interpretuan si një mesazh kundër, sipas tyre, opozitarizmit formal dhe politikës së ndërtuar mbi interesa financiare. Kryetari i Partisë Social-Demokrate Dardan Molliçaj akuzoi politikën aktuale për mungesë të kontrollit real ndaj qeverisë dhe për funksionimin mbi baza klanore dhe ekonomike. Ndërkohë që partitë kryesore parlamentare do të hapin sot zyrtarisht fushatat e tyre në qytete të ndryshme të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje dhe partnerët e saj kanë zgjedhur Ferizajin për tubimin hapës, i cili do të mbahet në palestrën sportive Bill Clinton, këtë të njëjtën nga ora 19:30. Po në Ferizaj vetëm Partia Demokratike e Kosovës do të organizojë takimin e saj me qytetarët në sheshin e qytetit. Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbajë aktivitetin qendror në sallën 1 tetori në Prishtinë, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do ta nisë fushatën e saj me një tubim në Gjakov. Fushata e sivjetme konsiderohet ndër më të rëndësishmet e viteve të fundit, në një kohë kur vendi po përballet me sfida politike, ekonomike dhe me pritshmëri të larta nga qytetarët për stabilitet institucional dhe zhvillim. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 7 qershor, ndërsa institucionet zgjedhore kanë bërthirrje për një proces të qetë dhe demokratik.